E fundit e insertit për numrin e llatarshëm të viktimave, më pëlqeu në thonjë za miqtë dashur sepse kemi parë në 24 orët të fundit edhe përpjekje shumë të ëmbla propagandistike për ta relativizuar, se s'ka në gjithë çik salmonellë është, po ta zjesh fort kalon dhe nuk ka probleme. Kam sot një panel vërtet të mirë, miqtë dashur, për diskutuar për një çështje llahtarisht të ndjeshme dhe të rëndësishme. Është me mua në studio Gjok Vuksani, drejtori i Departamentit të Bujqësisë pranë Partisë Demokratike, sigurisht shtyll e Universitetit Bujqësor, dhe fakti që nuk është ajo 24 e arrestuar tregon shumë për integritetin e zotit Vuksani. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Është me mua zoti Tomi Kola, shefi i Departamentit të Rrezikut të Komunikimit në AKU. Mirëmëngjes zoti Kola, faleminderit që e pranuat ftesën. E vlerësoj personalisht shumë. Gjithashtu do të kemi nëpërmjet Skype-it edhe na duhet dhe një ish ministër bujqësie për këtë situatë. Kemi bezdisur profesorin Edmond Panariti. Mirëmëngjes Panariti, mirë se erdhët. Përshëndesim, profesor. E vlerësoj gjithashtu kohën tuaj, do doja të qëndroja në fakt në studio dhe më pas ta fillojmë me këndvështrimin nga sipër të ish ministrit. Çështja është, zoti Kola, duke filluar nga ju, a ndjeni se publiku është me të drejtë i shqetësuar në raport me këtë sasi të llatarshme lajmesh problematike për sigurinë ushqimore në vend, apo mediat dhe qytetarët nuk e kanë kuptuar se si funksionon procesi i sigurisë ushqimore? Unë do thosha që si fillim, servirja që është bërë nuk është një algoritëm që nuk funksionon, sepse nuk është serviru algoritmi i duhur. Do të thotë që gjëra shkon nga njëshi ke treshi ke shtata ke dyshi. Jo, gjëra do shkojnë nga njëshi ke dyshi ke treshi e me radhë. Ky është algoritmi i duhur. Aq më tepër që është spekuluar shumë me të vërtetën. Pse? Sepse ka dy soja të vërtetash, dhe kjo është filozofikisht e shkruar gjithandej. Është e vërteta e përcaktuar dhe ajo e papërcaktuar. Me të papërcaktuarën merret organi i drejtësisë gjithmonë. Prandaj është prokuroria, prandaj gjykatat në gjithë botën. Kurse përcaktuara është ajo që qoftë ka dalë e përcaktuar shkencërisht, por edhe ajo për shembull në shkencat natyrore, në shkencat shoqërore, le të themi e vërteta e përcaktuar nga historia, faktet historike. Dhe nëse marrim këtë, sepse kështu duhet marr, e vërteta e përcaktuar në këtë rast është që të gjithë vëmendja nuk duhet ishte drejtuar tek autoriteti kombëtar i ushqimit, sepse ne jemi derivat i ngjarjes. Kemi hyrë në lojë si polici ushqimore mbasi është kryer thyrja e ligjit. Për shembull, për analogji, të gjithë njerëzit këtu në këtë vend, në gjithë botën, din kryet një krim diku që ndodh, dhe shkon më pas policia. Dhe bën veprimet e veta. Dhe askush nuk thot dot që policia nuk bëri punën. Rrethot perimetri. Do më lejoni një batut këtu në funksion të bisedës? Patjetër. Ne mund të themi që policia në Shqipëri toleron trafikantët e kriminalët. Dhe prandaj ata janë fuqizuar aq shumë se tani kanë para dhe mundësi për të bler policinë. A nuk është e njëjta gjë me AKU-n si policia ushqimi? Jo, nuk është në rast, sepse ju po përdorni një sofizëm. Nuk shkon sofizmi sepse jo, ndoqja logjikën tuaj letrare me fjalën. Jo, s'është letrare, është faktike. Të gjithë e dinë, pra të parnumërt janë rastet në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Bëhet një krim, se ju po flisni për pjesën parakrimore. Jo blihet policia, jo këtë andej. Ne po flasim për krimin kur ndodh vëlla. Dhe në momentin që ndodh një krim, policia paraqit atje. Kryen veprimet e veta dhe askush nuk thotë që policia nuk bëri punën e vet. Dhe në këtë rast ka ardhur një sasi e caktuar mishi. Krimi i tij është që e nxori në treg pa pritur analizat dhe pastaj kur erdhi analiza që vjen nga ISUV-i, vjen tek AKU-ja, AKU-ja shkon në vendin e krimit si polici ushqimore, po e them në mënyrë letrare. Okej. Atëherë në këtë rast fillojmë, kush e bëri krimin? E bëri subjekti apo e bëri AKU-ja? E bëri subjekti. Në momentin që në thonjza policia ushqimore, në këtë rast AKU-ja, merr njoftimin për krimin, e themi krim në mënyrë që të jetë më kollaj, pra përdorim fjalë të egzageruara, po edhe unë ashtu mendoj. Në këtë rast, policia ushqimore, AKU, vetën në vendin e ngjarjes dhe fillon punët e veta. Që me mundësinë, me tendencë, me tentimin për të bllokuar mallin që mund të gjen aty, për të marrë gjumëshmërinë, gjitha me radhë, se unë nuk jam ekspert i sigurisë ushqimore dhe nuk i di të gjitha termat, por thash, ky është algoritmi. Dhe në këtë rast, policia ushqimore që është AKU-ja ka bërë detyrën.
Po cili është rezultati i kësaj gjurmëshmërie kur mishi i pulës dhe i kësaj firmës Dimajl është në çdo market, nuk thash asnjë të reqe. Edhe një herë. Ndërkohë e dim që janë 27 tonë në treg. Pra, cilat janë veprimet konkrete? Jo, përsëri po përdorni një sofizëm sepse ju merrni mirëqen ato që doni ju. Po më verifikuam ne. Çfarë keni verifikuar? Që është në treg gjithandej, nuk ka asnjë ke akoma kushta. Jo, nuk është kështu. Kanë ardhur 4 lote, është thënë gjithandej, tash është e kota përsërisim se nuk ka vlerë emisionin nëse përsërisim çfarë është thënë përpara. Më besoni që përsëritja nuk është e dëmshme. Kriteri i vërtetës nuk qëndron ke përsëritja, qëndron ke fakti. Sidoqoftë. Edhe nëse kjo nuk duhet të kthyer si një kashillik publik midis Marksit dhe Proudhonit. E kupton? Janë ca gjëra që ja kanë qenë 4 lote. Me qenë se ky subjekt tregtar nuk ka pasur, siç e kam dëgjuar unë, nuk ka pasur raste precedente problematike përpara, normalisht, siç e kërkon dhe ligji dhe procedura që ndjekim ne, merret një mosër në njëri nga lotet. Se ky ka qenë i pastër gjithmonë. Por ka qenë 4 lote. Në njëri nga lotet që u mor mostra, shkon në ISUV. Kur vjen më pas, merret vesh që ky lot që nga i cili u mor mostra, pati salmonel. Menjëherë ka ardhur ky njoftim ke ne kemi shkuar dhe për të bërë bllokimin e 3 loteve tjera apo çfarë mund të gjenim. Dhe në fakt 3 lote atje në ambientet e këtij subjekti janë të bllokuara ndërkohë që flasim. Dhe janë marrë mostra edhe nga ato 3 lote. Pra, mbasi duhej fakti që njëri lot ishte i kontaminuar me salmonel. Kështu që dhe pritet për këto 3 lote pritet të dalë tashti rezultati. Meqense flitet për patogjene dhe kjo është në kimin ushqimore është një proces shumë i gjatë për dalë si analizë, kështu thon të gjithë, unë kaq di se thash nuk jam as kimist ushqimor, merr në varësi të llojit patogjenit që gjendet aty dhe që procesi që duhet kalojë për zbulimin dhe saktësimin e çfarë lloj patogjeni është. Merr 3 ditë, 5 ditë, 9 ditë, mund të shkojë deri në 12 ditë, siç kam dëgjuar. Pra jemi sot që flasim, jemi në pritje të rezultatit për 3 lotet e tjera. Tani, në këtë lot që ishte i pari, dakord? Kur shkon AKU-ja, ky zotnia e kishte shitur. Dakord? Megjithatë, prapë është gjetur një sasi atje, që me sa diun është 4 tonë, nga loti i parë. Kjo që është hedhur në treg, për të sqaruar publikun, duhet thënë që është asnjë shqiptar, se duhet me folë edhe me pjesën konkrete të jetës tonë këtu. Asnjë shqiptar nuk blen pul nga Brazili. Ne të gjithë blen pulat, që thon pul fushe, pul kështu, ku diun pul e rritur këtu dhe atje, që i blem të hapura, si më thon. Apo edhe në qese, zakonisht janë ca jo që janë me shumicë. Fakti është nga verifikimi i faturave, të tëra këto, ose shumica e kësaj pule që ishte shitur kur vajtëm ne, ishte shitur në për fast food dhe restorante. Që automatikisht të gjithë e din se çfarë është fast food. Mirë që është player, po e blen dhe shumë shtrenjtë. Jo, i nështrohet procesit termik. Dhe salmonela, shkencërisht, zhduket në 70 gradë Celsius. Ndërkohë që vetëm zjerja është 100 gradë. S'po them si shqyqyr që shpëtuam, po faktikisht, kur ti e çon në fast food dhe në për restorante, ai kryesisht skuqet apo piqet, që do të thotë është më shumë se 100 gradë. Unë këtë nuk e di, 120 apo 150, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që salmonela në këtë rast fatkeqësisht është bërë krimi, ne shkuam dhe përtej pjesës së bllokimit të tjera me radh, u morën faturat, janë marrë në telefon të gjithë ata personat që ishin furnizuar nga ky subjekt dhe doli që janë kryesisht në shumicën e tyre janë fast food dhe restorante. Që të gjithë dinë fast food dhe restorant i nështrohet thash procesit termik, skuqje, pjekje. Pra, është për të shqetësuar, por nuk është për të goditur AKU-ja, sepse ishte policia ushqimore në këtë rast. Ne thashë, ky algoritmi që i ka ndjekur gjithë kësaj kohe të gjithë, është i gabuar vëlla, se nuk ka rezultat. Nuk e dim se sa e drejta apo e gabuar është. Po jo, me që më thatë që 23 tona sa thatë, ose sa ishte 7. Nuk është ashtu. Unë nuk marr përsipër të përcaktoj çfarë përgjegjësiet ka AKU-ja, çfarë përgjegjësiet ka
AKV-ja, qa ka përgjithësijet ka Isufi dhe qa përgjithësijet ka direkt ministra e bujqësisë. Unë marrë përsipër të them cilat janë pikat ku ka qëduar kontrolli i filetove të pulës. Duke fillu nga baza ligjore. Në standardi procedurës, po thënë. Nga baza ligjore. Në vitin 2013 ka patur një udhëzim të ministrit asaj kohet, i cili përcaktonte me urdhër që çdo parti madhe që vjen nga Brazili duhet të kontrollohet. Jo me analizë risku siç bëhet sot, por çdo parti madhe i mishit që vjen nga Brazili duhet të pra automatikisht thjesht se vjen nga Brazili dhe deri në momentin që do dalin analiza nga pika kufitare piku, ai nuk mund të futet në Shqipëri. Se gjithë problemi është që një sasi, për ta janë pika doganore, për ta ndolli në Kroaci që u kthy me njëherë sasia partia e mandarinave. Gjithë organizimi i punës Ministrisë Bujqësisë do të jetë që një produkt i rrezikshëm mos futet në Shqipëri, mos futet në vendin tonë, se pastaj është shumë e vështirë për ta kapur. Pra momenti i parë që dimet është ndryshimi i bazës ligjore nga ministri i kohës në vitin 2000, i cili e hoqi këtë garanci që ishte për gjithë popullatën shqiptare dhe tha që analizat do bëhen vetëm mbi bazën e riskit. Pra, oni tanto, si që thonjë Tajlandën, ndonjëherë, më rastësi, duke patur parasysh... Po s'na pëlqeu fytyra shoferit, cili është kriteri i riskit? Ka risk, nuk do të hyjë më thellë, po mbi bazën e riskut, por duhet ta kuptojnë njerëzit, pra që jo çdo parti madhe kontrollohet, po her pas herët mbi bazën e një random, një zgjedhje random. Pra ky është momenti i parë që di. Pra nëse do e bënim në ligjin e vjetër, do ishte sigurt malli do rinte në doganën e Durrësit dhe nuk do hynte mbrëm. Pra baza ligjore është bërë në kurriz të sigurisë ushqimore. Momenti i dytë është si është marrë mostra. Thuhet që mostra është marrë në pikë. Unë ju them që kompania ka drejt që ta hedhë në gjyq shtetin shqiptar sepse mostra është marrë në kushte të papërshtatshme. Pra, mishi që vjen me një trailer, vjen në minus 18 gradë Celsius. Në Durrës nuk ka zonë frigoriferike në cilën mund të ruhet kjo temperaturë dhe mund të hapish kontenjeren dhe të marrish mishin në temperaturën minus 18 gradë. Sepse në qoftë se hap në temperaturën midisi, sa mund të jetë 20 gradë, 15, nuk e di sa ka qenë me datën 11, kontaminohet. Pra ai thotë që më falni mua, po ky kontaminim jo për salmonelën, por për një tjetër mund të jetë si pasojë e marrjes së mostrës në mënyrë të papërshtatshme. Pra ky është momenti i dytë që ka çduar siguria ushqimore. Momenti i tretë është që malli ka shku të fermeri, të tregtari, dhe analiza kanë marrë 10 ditë. Normalisht një analizë rutin, si që është salmonella, se nuk është një analizë shumë e komplikuar, duhet mëjna 72 orë paktën të dalin prania salmonellës të mishi. Dhe në këtë moment, Isufi ka mundësi, pra që është një institucion tjetër, nuk është AKU-ja, ka gjithë mundësin që ta lajmërojnë subjektin që ka, ta lajmërojnë AKU-n dhe pastaj subjektin që ka prezencë të salmonellës dhe të blokohet me njëherë mishi. Momenti tretë, nuk blokohet mishi me urdhër. Mishi blokohet, AKU-ja do shkojnë aty dhe të vendosin shiritat, ka procedurë, e ka ligji inspektimeve. Pra, nuk thuhet ti blokoje. A bëjt një prezervat, vendosin shiritat, AKU blokon, dhe blokohet mishi deri në momentin. Kjo bëhet kur ke indicje me bazën e urdhrit të ri të ministrit Qushi mos qosh e gabim. Momenti i tretë, i katërti. Momenti i katërt, pasi kanë dalë analizat pas 10 ditës që për mua është e papranueshme për një institucion siç është AKVMB-ja, kanë shkuar inspektorët e AKU-s dhe kanë gjetë derën mbyllur. Ditën e premte, sipas deklaratës që ka bërë drejtori i kontrollit i AKU-s, kanë gjetë derën mbyllur dhe u kthy me thënë ditën e premte dhe shku me ditën e shtunë. Ligji i inspektimit e ka shumë të qartë. Në qoftë se ti e gjen derën mbyllur, në qoftë se subjekti nuk bashkëpunon, duhet të lajmërosh policinë e shtetit. Madje thotë edhe dëmtimet që ndodhen si pasojë ndërhyrjes me forcë të policisë së shtetit duhet i paguajë subjekti. Pra ti je i plot fuqishëm për të siguruar, sepse në thelb që po flasim ne po flasim për sigurinë e ushqimit dhe të jetës të tonën të konsumatorëve dhe të fëmijëve.
nuk është zhvilluar gjithmonë sipas deklaratës së drejtorit të kontrollit, që është personi përgjegjës direkt. Kanë shku ditën e shtunë dhe nuk kanë gjetë asnjë material. Madje nuk kanë gjetë as dokumentat e gjurmëshmërisë. Gjurmëshmëria është një sistem që e ngren vetë subjekti. Dhe duhet që kjo të kontrollohet herë pas herë, pse ky ka qenë kontrolli i parë dhe i fundit që ka bërë AKU-ja në këtë subjekt. Pra, në qoftë se ti nuk ke gjurmëshmërinë, ti gjobitesh para se të vinë momenti për gjetë një incidencë ushqimore. Pra, vetëm gjurmëshmëria edhe sikur ta kesh mishin më cilëson Momenti i pestë që ka problematika. Sipas deklaratës së një punonjëse të AKU-s ishte dje në TVSH, thonë të janë shpërndarë 154 ngarkesa nga ky loti i infektuar. 154 ngarkesa në 10 qarqe Shqipërisë. A kuptoni se që do thotë në 154 pika tregtimit në gjithë Shqipëri? Pra është një shpërndarje masive. Dhe nga momenti 11 marsit dhe me 20, 22, 24 mars, nuk është marrë asnjë mas që kjo sasi të kthehet. Pyetja ime është sot, sa nga kjo sasi është kthyer? Sa nga kjo është shitur? Dhe nuk kemi asnjë lloj transparencë sot që themi se çfarë sasiet kanë konsumuar shqiptarët. Se pastaj duhet të ketë një marrëdhënie edhe me Institutin e Shëndetit Publik për të parë çfarë shfaqjes ka të incidencës si pasojë e konsumimit. Pra unë them, nuk jam unë personi që i them ky e ka këtë faj dhe ky e ka atë faj, po unë them gjithë sistemi i Ministrisë Bujqësisë ka çduar. Dhe unë e kam bërë thirrje, ministra Denaj duhet japin dorëheqjen. Si përgjegjësia kryesore mos menaxhimit të situatës të sigurisë ushqimore, që është pjesë e sigurisë kombëtare. Panariti? Në radhë parë, dëshiroj që të mos më referohesh pak në këtë bisedë si ministër, po të më referohesh si një profesionist i fushës. Një person që është marrë me salmonela direkt në laborator. Ne njohim mirë salmonela, sidomos brezi jon, që tash jemi për te 60 viteve, sepse ne kemi punuar në laborator, jemi marrë direkt me kontrollin e mishit, dhe pjesë e kontrollit të mishit padyshim ka qenë edhe salmonela. Madje për kuriozitetin tuaj duhet dini që ka dhe një salmonela shqiptare, e quajtur salmonela dibra, e zbuluar, identifikuar nga një bakteriolog shqiptar, i shquar, Indjeri Azmi Dibra, me cilën kam bashkëpunuar dhe kemi edhe një artikull të përbashkët ndërkombëtar. Tani, le t'i kthehemi situatës konkrete. Infeksioni me salmonela është infeksion serioz, pra nuk kam nevojën që dikush tjetër të rritë bëja apologji, sidomos nga persona që nuk e njohin bakterin, nuk e njohin edhe patogenitetin e tij. Pra fakti që ky bakter ka deportuar në zinxhirin ushqimor, pra është ofruar në rrjedhin tregtar të Shqipërisë nëpërmjet filetove të ngrira të pulës me origjinë nga Brazili, është një diçka shumë serioze. Dhe po kemi parasysh një diçka që struktura demografike e Shqipërisë bëhet kryesisht nga moshuar, sepse pjesa aktive për fat keq e ka braktisur vendin, dhe nga fëmijë që janë dy kategori të popullatës vulnerabël, të prekshëm, sepse dhe shkalla e imunitetit të tyre tek fëmijët është në formim, ndërsa tek të moshuarit padyshim është në rënje. Kjo e bën shumë më serioze infeksionin e mundshëm të këtyre kategorive të popullsisë me salmonela. Aq më tepër që salmonela nëpërmjet filetove të pulës ka me shumë probabilitet ka përfunduar edhe në restorante, në fast food, të cilët pavarësisht nga mbikëqyrja e AKU-s, askush nuk ka garanci që respektohen kriteret e duara të përpunimit termik që të garantojnë si thua azhësimin e këtij bakteri. Pra kjo është një diçka shumë serioze dhe ajo që u përmendë pak më përpara, është e pafaqshme, për një ngarkesë që vjen nga një vend jo i Bashkimit Evropian dhe as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po vjen nga vende të treta, që në këtë mes ngrihet kremuri kuq. Lejohet të deportojë në treg pa pritur rezultatin e analizave. Pra praktikisht ne tash diskutojmë post factum
sepse një pjesë e konsiderueshme e mishit të ndodhur me salmonellë ndodhet në tregun shqiptar. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndë. Natyrisht unë nuk njoh detajet e hetimit, këtu diskutua pastaj jo lote e tjera, po fakti është që për konsumatorët shqiptar është problem që në marketet ndodhet mish i ndotur me salmonellë. Dhe ne nuk jemi në gjendje tashmë dhe ta gjurmojmë atë, sepse po kaloj në treg një produkt i ndotur, është pothuajse pamundur ta ndjekësh, sepse shpërndarja e tij mund të jetë nga 4 anë, mund të jetë në fast food, mund të jetë në restorante, mund të jetë në kuzhinat e konsumatorëve, dhe gjurmimi bëhet pothuajse pamundur, pra dëmi bëhet. Dhe çfarë duhet ndryshojë në këtë mes? Duhet ndryshojë kjo që përmendi pak më para dhe profesori Gjoku Buksani, që nga vendet e treta importi, që në fakt duhet dekurajuar, ne duhet i drejtohemi tregjeve të certifikuara, Bashkimit Evropian, edhe sikur kosto të jetë pak më lart. Duhet i drejtohemi tregjeve të certifikuar që kanë sistemet e gjurmimit të stabilizuar, siç është tregu i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai që për herë të parë zbuloi sistemin e pikave kritike të kontrollit, të famshëm HACCP. Dhe vendet e treta, Brazili, pavarësisht se fuqi prodhuese, nuk i japin të rëndësi. Dhe vërtet ka vende europiane që importojnë nga Brazili, por importojnë nga stabilimentet të certifikuar dhe inspektorët europian janë të pranishëm non-stop në këto stabilimente, duke filluar që nga stabilimentet ku rriten shpendët apo baktit e tjera, tek stabilimentet e përpunimit, tek fabrikat e paketimit, e deri në kontroll kemi ne nga një vend që është 2000 km larg. Më më tepër që nuk ka as edhe një të dhënë tashmë nga ku, se kush është ky stabiliment, kush është kjo pulari që i ka prodhuar këto filet të pule, kush është origjina, si është transportuar, si është paketuar, çfarë ka ndodhur gjatë transportit, ka ngrirë, ka shkrirë, është ndodhur nga në mënyrë rrethanore, aq më tepër që vetë identifikimi i salmonellës tifimurium është një salmonellë e cila kalon tek njeriu, nuk është nga ata salmonella që mbetet vetëm tek tufa e shpendëve dhe shkakton infeksione të rënda. Pra, le të mos sa zbukurojmë. Ne askush nuk ka ndërmend të krijojë panik pa nevojshëm, po dhe të mbyllësh syt, futesh kokën në rrugë si strucit. Është një papërgjegjësi e madhe. Prandaj është një fenomen i rëndë sepse edhe u përsëri brenda një haru kohor të themi 2-3 javë, ne patëm rastin e mandarinave. A pati aty një verdikt nga laboratori kroat që ka nivele të paligjshme të pesticidave? Dhe a duheshim groposur në mënyrë të menjëhershme, dhe kjo nuk është vetëm përgjegjësi e prodhuesit, është përgjegjësi dhe autoritetit kombëtar të ushqimit. Pra të dy trupat, pra prodhuesit, në këtë rast importuesit, dhe AKU-ja duhet të bëjë. Por ushqiten ato në treg. Asgjësimin. Ato shkuan treg, infiltruan. Dhe çfarë mesazhi japim ne konsumatorëve shqiptarë, i cili ndodhet, kjo është çështje ditës, sot që ne po diskutojmë çështje ditës. Hap çdo televizor. Dhe ke shqetësim sa kanë ramën sy tani, po kjo është histori tjetër për batutës. Si do bëjmë me fëmijët, jap fëmijës, mos e jap fëmijës e tjerë. Pa llogaritur shkollat, qerët, spitalet e tjerë, ku natyrisht ka dhe kategori që janë edhe më ndjeshme ndaj infeksioneve. Pra është një problem shumë i rëndë. Të presim natyrisht dhe se ky është një proces hetimor, po gjithë AKU-ja duhet ta rishikojë dhe gjithë ministria duhet ta rishikojë. Duhet kemi parasysh që AKU-ja ka dhe një bord shkencor. Nuk e di a mblidhet apo s'mblidhen. Që janë njerëz më të ditur që duhet të jetë atje, që duhet ta ushqejnë AKU-n me informacion shkencor, me interpretim të rezultateve. Pra, aty normalisht duhet të ketë mikrobiolog, duhet të ketë kimist, duhet të ketë veterinar, duhet të ketë mjek, duhet të ketë bakteriolog, të cilët në informënyrë të bëjnë analizën dhe interpretimet, dhe kjo nuk është vetëm çështje gazetarësh. Kjo është çështje profesionistësh dhe teknicianësh. Dhe këta duhet dilin me një qendrim, duhet dilin madje se kanë statusin e një trupi autonom, duhet dilin nga përrendës shqyri, e thonë shiko, situata që tillë, ekspertiza jonë, interpretimi jonë është ky. Dhe të lihet tash kjo histori për largus e largu, se çfarë rëndësi ka për opinionin publik tash, gjumë-mushmëria, tema abstrakte që i njohim ne. Gjumë-mushmëria e gjetën nga erdhi si erdhi, pse erdhi e tjerë. Këto janë gjëra, ajo do të di opinioni publik është apo nuk është i sigurt.
Dhe duhet isha dhënë ky mesazh që në fillim. Edhe ndoshta me kunxim do të isha thënë që shiko. Po ndoshta nuk e japim atë mesazh se nuk është i sigurt ushqimi në tryezat shqiptare? Thjesht nuk na mban ta themi këtë? Kjo është një pyetje $1 milion. Fakti që ka penetruar në tregjet shqiptare. Dhe kjo është e vërtetuar sepse doli analiza nga Instituti i Sigurisë Ushqimore Veterinarisë. Doli dhe bakteri edhe i serotipizuar, i quajtur Salmonella typhimurium me emër dhe mbiemër. Ti kush është shkalla e patogenitetit të Salmonella typhimurium? Futën në internet e shikoj. Është një nga patogjenat më serioz të kategorisë së Salmonella. Tani është edhe në treg. Është që nuk e di ku ka përfunduar. Sepse rrugët e depërtimet janë të çupisha. Mund të jetë një pensionist që ka bler fileto dhe ka shkuar në shtëpi, mund të ketë qenë i përgjegjshëm që ka futur tenxherën në presion apo në një furrë me 200 gradë dhe në një farë mënyrë ka arritur të mbrojë veten dhe familjen e tij. Po mund të ketë një fëmijë shkolle, të cilët preferojnë kryesisht të ushqejnë gjatë ditës me fast food sepse e tillë është jeta tek ne. Për fat keq, po i kushtojmë shumë pak slow food, ushqime të ngadalshëm, ushqime të gatuar në shtëpi. E tillë është jeta, dinamike. Shkon e konsumon një sollaqe me mish pule në një restorant, në një pikë shitje, apo një fileto pule, e cila nuk ka asnjë lloj garancie që mund të jetë e trajtuar termikisht në mënyrë të mjaftueshme që të pengojë mos përhapjen e bakterive. Prandaj është fenomen serioz. Prandaj duhet bllokuar. Dhe jam dakord me atë që përmendi pak më parë Gjok Busani, erdhi kontejneri me vull, konteneri me vull, duhet të mbahet i vulosur malli, do hapet vetëm nga inspektori i AKU-s për të marrë mostrën përfaqësuese, sipas kriterës të marrjes së mostrës, duhet çuar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ndërkohë importuesi duhet marrë masat që asnjë gram nga ky mall mos të dalë nga kontejneri, sigurisht në kushtet ftose, është përgjegjësia e tij të pritet rezultati i analizave për 72 orë që të dalin, nuk ka pse të zgjatet më tepër se 72 orë. Dhe nëse është negativ, hapet dera e kontejnerit, shkon drejt. Nëse është pozitiv, siç është rasti. Në konkret, bllokohet malli. Madje ne kemi pasur raste, Flavio, që e kemi bllokuar në radha njëm. Nuk e kemi lënë fare që të zbresë kontejneri në se ka infeksione të cilat në një farë mënyrë pastaj mund të marrin dhenë dhe është vështirë ti kontrollosh. Prandaj këto nuk janë shaka. Dhe çështja e sigurisë ushqimore është çështje e sigurisë kombëtare. Prandaj është shumë e rëndësishme. Dhe unë kaq kisha, nuk dua të bëj. E vlerësoj absolutisht qendrimin tuaj, megjithatë për të rikthyer te zoti Kola, pak dëgjuam dy zëra të dy njerëzve që them se e njohin mirë sigurinë ushqimore. Është pak parimore pyetja ime. Dëgjojmë reagime të Ministrisë së Bujqësisë dhe të AKU-s që na imponojnë faktin se ato po e bëjnë detyrën e tyre dhe po e ushtrojnë gjithë veprimtarinë konform ligjit në mënyrë shtëruese. Megjithatë, sa më shumë e bëjnë detyrën e tyre këto institucione në parim, aq më pak siguri ushqimore ka në praktik për shqiptarët. Keni një koment për këtë mos përputhje konceptuale? Po kam. Filloj me atë këtë që sa po thatë ju, në këtë mini retorik tuajën, koeficienti spekulimit është 100%, barabart me 1. Okej. Dakor. Nëse filloj me çfarë Po spekuloj unë. Po, patjetër. Ja është zoti Panariti, sa po tha, çfarë duhet bërë dhe tha fjalë për fjalë. Duhet marrë mostra, ai të presi atje, vi analiza, po doli negative, të dali, pozitive, vjet shëriti. Kjo ka ndodhur. Kur vatëm me vonë shëritin, Ja lutem, një sekond. Po pra. Dhe ju e thatë aq më pak. Po si e dini ju këtë? Më fal. Po nuk e di po. Në 2024 Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian 77.000 raste. 77.000 raste. Në kufi. Bashkimi Evropian vëlla. Po. Ne si antar. Është marrë një vendim për bllokimin e produktit dhe nuk e di këtë. Po kjo siç ju thash, një sekond. Nuk është marrë vendim. Do prokuroria. Ka një moment. Por unë prandaj fillova bisedën tonë, ju thash, ka dy lloje të vërtetash. Po jo, duhet. Jo, po shiko, se njerëzit nuk i dinë sa gjëra. Thash, e vërteta e përcaktuar dhe pa përcaktuar. Pjesa e pa përcaktuar merret hetuesia, prokuroria, sistemi i drejtësisë. Ajo që është e përcaktuar është ngjarja faktike. Dhe në sipas ngjarjes faktike ka filluar me ardhjen e ushqim në pulës,
është marrë mostra, ka qenë detyruar të presi, nuk priti. Ju s'keni asnjë mekanizëm për ta garantuar sigurinë ushqimore shqiptarëve? E keni në vlerësimin individual të tregtarit? Ka procedura zotnis sipas ligjit dhe garancia ushqimore është që ne nuk kemi roje me armë ke dera e biznesit. Se s'ka se si. Dakor? Ajo që bëjmë ne është që zotëria që i është futur punës së tregtisë dhe që se ka për herë të parë dhe që ka qenë shumë mirë në të kaluarën, do të bëhet presi. Se si kemi bërë analizat gjithmonë aty. Se nuk ishte, po ta them unë, por kaq sa di unë, që nuk ishte në listën e personave të riskut. Me ashtu të lartë. Mbas këtij momenti, ky për 10 ngarkesat e ardhshme, siç është procedura, do kontrollohet një. Në qoftë se nuk i hiqet licenca. Nuk e di këtë pjesë. Janë procedura që hyn ke pjesa juridike që unë nuk jam jurist. Por po them që procedura është ndjekur sipas ligjit dhe kur personi është i detyruar me ligj, siç ta dhe zoti Panariti, që ta presi analizën aty. Jo, nuk është. Më fal, por ne s'kemi. Nuk është i detyruar me ligj. Po për çfarë merret analiza? Edhe herë. Mi bazën e urdhrit të ministrit Çuçi, ka qenë detyruar me ligj, mi bazën e urdhrit të 2013-s të zotit Gencruli, që çdo parti madhe që vjen nga Brazili do ndalohet në pikën kufitar, do merret analiza do presin. Zoti Çuçi e ka ndryshuar urdhrin dhe ka thënë që do bëhet kontrolli vetëm në mënyrë të rastësishme dhe mallit do shkojnë tek pikat e magazinimit, si thonë. Pra nuk është i detyruar subjektet të presin, por duhet që AKU-ja me një vendim të ndërmjetëm të marrin vendimin për bllokimin e mallit kur ka indicje se produkti është i pasigurt. Dhe këtë rast nuk ka pasur asnjë indicje se jo në mënyrë automatike, nuk mund në mënyrë automatike. Domethënë ti biznesi që ta bllokojë mallin, sepse është urdhë që është bërë për mua, është urdhë më skandaloz që ka bërë një ministër bujqësie që ka shkatruar ose ka shkallmuar tërësisht sigurinë ushqimore duke e hequr pengesën që malli të rinë në kufi të merret çdo analizë dhe vetëm pasi të merret analiza ai mund të futet brenda vendit. Po ju po e trajtoni biznesmenin sigurisht idiot. Sepse në qoftë se merret mostra, biznesmeni është budalla që të mos presi? Ligjërisht se ka të detyruar. Atëre për çfarë merret mostra? Dhe ai s'do të jetë brenda me ligjin? Atëre është problemi i tij. Ne sapo e morëm vesh, vetëm atje bën bllokimet tona dhe gjithë procedurat. Pa hyrë më tutje. Kështu që puna është që mos t'i bie AKU si pinjata. Apo si daulle, bam 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 derisa ta shkatërrosh. S'keni, detyra është bërë. Nuk vetëm AKU-ja, ka dështuar gjithë. Jo, nuk e kam me ju zoti Fuksani, s'kam fare. E kam llafin me gjithë. Çfarë është bërë nëpër media? Gjithë zinxhiri. Vëmendja është fokusuar te AKU-ja. Më fal, ke AKU-ja si pjesa primare e përgjegjësisë. Si një institucion që ka pasur probleme me korrupsionin dhe megjithatë që flasim për rastin konkret. Në vend garantoj sigurisht, por rasti konkret është pjesë e një vazhde rastësh. Po pra, po ju jap gjithë, shiko, siç thash, e vërtetë e përcaktuar është fakti historik, se ka tashmë ngeli historike pjesa, e pa përcaktuar është ajo që ka prokuroria në dorë. Dhe do flasi prokuroria e gjykata me radhë. Aty nuk hym, sepse nuk e dim gjitha gjërat. Okej? Pjesë e dosjes që mora, unë edhe sikur të di më tepër, që nuk di në fakt. Ka një paradoks logjik që unë dua ta kuptoj. Urdhra. Ju e bëni shumë mirë punën tuaj, jeni më të mirët në punën tuaj. Po. E megjithatë, në tregje ka pulë me salmonel. Ju jeni më të mirët në punën tuaj, e megjithatë na e futi Kroacia me mandarinat tona të helmume. Ju jeni më korrektet, po ka 35 pesticide të palejuara, të cilat përdoren në bujqësinë shqiptare dhe i han po ne. Ç'është kjo punë kaq e mirë që bëni? Dakor, ta them unë. E megjithatë ka 77.000 raste për 2024 në Bashkimin Evropian për të tilla gjëra. Ndodhe jashtë, bëhen dhe filma, jam dakord me këtë. Po jo pra, po ndodhin në Bashkimin Evropian. Nuk besoj se kemi ne, po jo pra se kështu. Atë 77.000 bllokime që ka për BE-ja. Apo janë 77.000 raste? Raste që është futur, po ka penetruar në treg. Se besoj se kanë shkuar direkt. Po ja ti e ke, nese. Okej, pa hyrë këtyre shifrave. Mos na i kanë shit ne këtu. Në të gjithë, t'ju them një gjë. Se nuk ecin as me këto. Në të gjitha supermerkatet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Food and Drug Administration është një nga më të mirat në botë, dakor? Kur shitet mishi ka dhe një kompani shumë të mirë që është e nivelit botëror, Blue Ribbon quhet. Fiongo Blue. Dhe aty të shkruan ai, mund të përmbajë salmonel. Pse? Se pikërisht ajo që tha profesor Panariti, degeneron rrugës, s'ka, por nesër ka. Nga momenti i transportit kësaj. Pra, mund ta marrë salmonelën në shtëpinë tënde.
timen ke Merkata s'ka pasur, apo nga frigoriferi merr ke Merkata. Pra zhvillohet kjo. A ishte njëjta rrugë edhe me viçin me Bruxellos? E megjithatë, nuk jam ndihni për këtë pjesë. Jo jam marrë me këtë për të marrë sa më shumë fakte deri aty ku s'kam pasur më tutje sepse çështja vajti në prokurori. Por po them, pra gjithë analogjia që ndron dhe ty ta shkruan mund të përmbaj salmonelë, se asnjë njeri nuk e di nëse do zhvillohet salmonela apo jo. Dakor? Dhe në këtë rast konsumatori amerikan e blen. Dhe ajo thot, unë nuk di në njëri në Republikën e Shqipërisë, nuk kam, ndoshta dini ju, po unë nuk di shqiptarët haj purën gjallë. Okej? Pula atë e gatuar, minimalisht e zirë. Kështu që jo për të thënë që punë e madhe, jo. Por të njihen atributet e punës eksakte që është bërë. Ne kemi qenë polici ushqimor. Pik. Dhe vazhdojmë ta bëjmë. Ju nuk e dini që neve kemi shkuar në të 10 qarqet, janë ngarkuar inspektorët tanë dhe kanë vënë njoftimin e fotografisë së një qese të paketuar, bashkë me njoftimin që mos e blini, po e keni blerë ktheheni, denoncojeni tek info apo Goval dhe numri gjelbër. Dhe nga ana tjetër është vënë në të gjitha supermerkatat, maksimalisht, dhe merkatat e lagjeve që kemi në Shqipëri, dakor? Vetëm e vetëm për të parë që nga një herë vetë ai dyqangjiu i heq. A mund të them... Po, vetëm kam një pyetje të fundit. Megjithatë, pjesa jonë është bërë. Dhe në qofse ka cedime brenda momenteve të caktuar për të cilat unë nuk e di, mund të ketë dhe do ta nxjerrë drejtësia. Flasim këtu për 3 persona të arrestuar. Jo për t'i mbrojtur, po as për t'i dënuar. Prezumohen të pafajshëm derisa dali fakti që janë të fajshëm. Cila ka qenë arsyeja, dyshimi i arsyeshëm që ata janë arrestuar, unë nuk e di. Mund të ketë vërtet brenda, por mbetet e papërcaktuar. Sa besim keni ju te inspektorët tuaj? Se unë bëra një kërkim gazetaresk modest ditën e djeshme, telefonova 6 kasap që unë i njoh. Sa garanci keni ke inspektorët tuaj që e kryen me integritet punën tuaj dhe nuk e kanë një mënyrë modus operandi, mos kontroll zarfin natën e mirë? Sa besim kam unë? Po. Unë para si institucion, në praktikën tuaj punës, jo ju personalisht ndoshta. Kjo thash është pyetje spekulative kjo, sepse po merret mirë qenë ky fakt. Edhe pse vendoset me një pikë pyetje në fund. Jo, a keni besim që performanca e inspektorëve të AKU-s është e Sa besim ka pronari juaj këtij televizioni që ju nuk do spekuloni apo që ju nuk do t'jeni provokator? 100%. Në kohë më ke provokuar shumë sot. 100%. Po jo, po s'do të jesh provokator. Unë faktikisht e bëj publike punën time. Po po flas publikisht, s'kam problem ta flemi. Po inspektorët jo. Thash. Edhe një herë, unë ua thash që në fillim ndoshta si vut veshin. Pjesa më e madhe e problemit qëndron te Krashiliku që bëhet publik ndaj shtetit që goditet si daulle. Dakor? Shteti mund të ketë meta dhe ka meta dhe është punë procesi. Të metat janë një gjë, fajet janë gjë tjetër, zoti Kola. Dhe 2 miliardë euro që i humbin vit shtetit nuk është e met, është. Nuk e di ku i humbin, se thot KLSH-ja, i humbin. Nuk e di ç'lidhje ka kjo me rastin tonë. Folë për shtetin, më lejoni të kaloj dhe unë te shteti. Shteti bos, po dhe për Joe Bidenin flitet që mori 2 miliardë nga që bllokoi atë pjesën e asaj, po nuk e dim këtë. Nuk e dim. Të them diçka që mos të qëndrojmë te zogu. Të qëndrojmë te bufi tha salmonela me ajo fileta e pulës me salmonelë ban kërdit. Fakti është, të dashur dëgjues dhe shikues të Syrit. Fakti është se sot një sasi ka shifra të ndryshme sepse nuk ka një transparencë. Ministra drejtuesi i drejtorisë kontrollit tha 3.2 ton, ca thonë 2.7 ton, që të kësaj fileto e pulët është shpërndarë dhe është konsumuar nga shqiptarët. Ky është fakt. Pra, puna e mirë, puna keqe, letrat, procedurat, inspektorët, gjithçka është që sot 2.7 ton, po e them pjesën më të vogël, të kësaj partie e madhe po i hajnë shqiptarët. Dhe profesori tha shumë mirë, është një nga llojet e salmonelave më të rrezikshme, që pasojat janë 2 nga më të rrezikshme dhe pasojat tek njerëzit janë të jashtëzakonshme. Madje, profesori din mirë, salmonela është një bakter që qëndron. Personi që infektohet mund ta mbartë atë për një kohë gjatë. Dhe imagjinoni që një person që mund të jetë shitse
e supermarketit, apo mund të jetë kuzhiniere në një qerë dhe fëmish, apo mund të jetë një person ai i fast foodit që jep me qindra dhe me mia fast food gjatë një suflaqe gjatë një ditet, ai mund të jetë një burim infeksioni i vazhdueshëm për shqiptarët. Pra gjendja është për mua katastrofike. Në sigurisht që morën treg. Po them vetëm për rastin, nuk po merrem mas gjë tjetër. Po them vetëm për këtë rastin Filetos Pulës. Dhe unë jam i shqetësuar sinqerisht, sepse çuni im është një gourmand, si thonë francezët, një njeri që han sanduiçe dhe suflaqe çdo ditë në Tiranë dhe nuk jam i zotit ta ndaloj atë. Dhe jam i shqetësuar për çunin tim të vogël, sepse ai mund të jetë subjekt, një gazetare, a dyshit mos është e gabim. E lexuat, ka bë 10 ditë spital, tha, mëra 4 herë të fikët pasi konsumova mishpulet. Pra, është mundur që një pjesë e njerëzve të shëndetshëm, mosha jona apo me të rinë, mund ta kalojnë pa simptoma të dukshme. Ndërsa fëmijët dhe mosha të tretë mund të jenë deri vdekje prurse. Pra, situata është e vështirë dhe unë mendoj që çfarë duhet bëjmë në këtë. Se nëse del ministra e thotë që mos bëni politik, ne s'po bëjmë politik, ne po themi që situata është e rëndë. Dhe themi se si duhet ta përmirësojmë. Sepse ne kemi shumë rahat, mos flasun 3-4 zëra, mos flasin profesori, mos flasin 2-3 zëra të tjerë, dhe ja, nuk është problemi. Nuk është problemi, por problemi ekziston, pavarësisht ne ngrejmë shqetësimin dhe themi, ç'a do bëhet? A është marrë gjithë sasia e madhe që është përndarë në 154 pika, a është kthyer mbrapsht? A kemi sot në frigoriferet e shqiptarëve nga ky produkt, sepse ne i blejmë, sidomos mishin, e blejmë edhe për një muaj. Dhe e fusim në frigorifer dhe themi do të hajmë javën tjetër. A janë emëruar gjithë shqiptarët 154 pika të tregtimit në 10 qartë të Shqipërisë, janë emëruar gjithë shqiptarët që të kthehen mbrapsht? Është bërë një njoftim nga AKU-ja apo institucionet e tjera? Çfarë duhet bëjmë me këtë mish? Në ca, sepse flitet abuzohet shumë, thot ai fast food thotë, po nëse e bën atë pjekën vetëm sanguine, si thonë italianët, që nuk e alsangue. Pra, ai nuk e, në asnjë mënyrë nuk e lufton salmonelen. Dhe unë mendoj që ky tjetë edhe një alarm, edhe një mësim. Ministra tha ne do shkrijmë AKU-n. Po pse kjo është zgjedhja që të shkrihet AKU-ja? Po në ligjin e inspektimeve, në bashkimin... Që bizneset paguajnë drejtën ministrit. Që bashkimin e gjithë këtyre inspektoriateve, një inspektoriat qendror me një bord administrimi, se që e kishin vuajmë atjo, a e përmirëson kjo skemë, se që ka ndodhur? Ishte AKU-ja unitare me një përgjegjësi e coptuan banella AKVMB-n, e ndan pjesën e prodhimit me pjesën e tregtimit. Tash duan ta bashkojnë bashkë edhe me inspektoratet e tjera. A është kjo zgjidhja më e mirë? Është bërë një diskutim i gjerë se cila është zgjidhja më e mirë, që të ftohet edhe profesorët, ftohet më vonë, jam dakord që t'jap kontribut, ftohen edhe specialistët e tjerë. Pra domethënë për mua është ose bëjmë konsultim publik si TikTok. Është gjendje e rëndë dhe duhet të jemi të përgjegjshëm në ato që themi dhe në masa që duhem më herë. Pyetje jo politike i premtuam panalitit, një e fundit, cilat janë masat, çfarë duhet bërë nga shqiptarët, njëse nga institucionet e morën vesh se çfarë mund të bëjnë? Shqiptarët mund të mbrohen ai sa mund të mbrohen. Për arsye sepse mund të mbrohesh kur je në kushe shtëpie dhe merr përsipër ta gatuash ushqimin vet, në rastin e Filetos do ta pjekësh në furrë dhe do ta pjekësh të paktën 200 gradë për 20 minuta, në mënyrë që nxehtësia të shkojnë në pulp, se nuk është vetëm çështje e pjekjes në sipërfaqe. Duhet të shkojë ai 70 gradë që t'ju përmend nga profesori Luciani, do të shkojë në pulp në mënyrë që ta neutralizoj. Pra duhet 200 gradë të pak 20 minuta. Duhet ta futesh tenxherën me presion. Por nëse këtë mund ta bësh në kushe shtëpie, që garanci ke ti në fast food, të cilët natyrisht qarkullojnë me shpejtësi të madhe ushqimin, se e tillësh dhe intensiteti i blerë. Dhe padyshim përpunimi termik jam i bindur që është i mangët. Aq më tepër që u përmend aty që ka dhe disa preferenca që ta konsumojnë mishin jo mirë të gatuar, alsangue. Që në këtë mes e ke të garantuar ose që infeksionin e ke të shkuar. Kështu që
shqiptarët mund të bëjnë ai sa mund të bëjnë, po kjo nuk është vetëm çështje. Nuk është çështje e shqiptarëve, konsumatorëve fundor. Kjo është çështje e përgjegjësisë së institucioneve të ngarkuar nga ligji për të parandaluar infeksionet. Dhe fakti është që për fat keq, infeksioni ka deportuar në treg dhe te konsumatori. Ky është një diçka tash këtu diskutuar që një ministër ndryshoi një praktikë të mëparshme e tjerë, këto gjërat me që lëviz analiza nuk lëviz malli. Kur të ndalë analiza, lëviz malli. Kur të lëvizin të paralelisht. Dhe është një skandal që duhet penguar, sepse kjo e bën analizën të pavlefshme. Ç'vlerë ka që ti e ke analizën në proces, ndërkohë e ka çuar mallin. Kjo është talli. Pra, dhe normalisht edhe një gjë do të kemi parasysh. Të gjithë vendet që eksportojnë në Shqipëri, që janë përtej Bashkimit Evropian, përtej Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ne importojmë nga India, nga Kina, Argentina, Brazili e tjerë. Të gjithë këto vende duhet konsiderohen me flamur të kuq. Pa një ndryshim praktike, po thonë praktikisht. Nga të vende duhet ndalë kontenerët për analizë dhe të futen. Qofse tek malli i Bashkimit Evropian, kjo mund të jetë random, pra, mbi bazën e raportimeve që vjen nga sistemi RAS e tjerë, sepse ata kanë sisteme të instaluar të monitorimit me saksi dhe me besnikëri të cilësisë të sigurisë së produkteve ushqimor, dhe ne po shkojmë drejt tyre, sepse edhe pjesa e negociatave është pikërisht kapitulli 12 që është sigurisë ushqimore, ka të bëjë me adoptimin e praktikave më të mira të prodhimit. Nëse aty do rrim mbasi të kthejmë legët e që Brazili dhe Kina, apo India, apo Pakistani, dhe nuk marrin pak aty, marrim erza e... Po edhe nga Pakistani, vërtet. Prandaj gjitha këto do t'jenë vëmendje, sepse këto përfundojnë në pjatën e konsumatorit dhe shkaktojnë probleme. Dhe një gjë do të keni parasysh, shkoni edhe pyesni tek Spitali Onkologjik, keni statistikat më të fundit, ka një rritje të frikshme të kancerit, për fat keq në popullatën tonë. E lidhë me ushqimin? Tash ushqimi mund të jetë faktor, është ndodhja e mjedisit. Edhe kur i vdek plerët për jashtë, që shkakton tym, edhe kjo është një ekspozim. Po ushqimi është pjesë e kësaj, se edhe ushqimi ndodhet nga tymi dhe përfundon në mënyrë indirekte në sidomos me pesticide, nuk është se të bën bjonde dhe kaçurrel. E qartë, faleminderit shumë panaritet. Kjo duhet të marrë seriozisht. Faleminderit dhe juve. Pyetjen e fundit, zoti Kola, kemi luksin ta zgjidhni ju. Doni një pyetje institucionale apo personale? Se si të doni? Institucionale, pse personale? Po jo, dakor, institucionale është zgjedhja juaj. A mendoni se AKU-ja mund t'i garantojë shqiptarët sot se ka siguri ushqimore në tryezat e tyre dhe në marketet e tyre? AKU-ja garanton ndjekjen konsekuente të ligjit. Dhe, si thash edhe një herë, duhet parë, ne jemi pjesa monitoruese dhe njëkohësisht edhe policore mbas faktit. Në vazhdimsi, kemi pikun, që është pikat e inspektimit kufitar, bëhet ndiqet procedura siç është ligji. Asnjëri nuk del jashtë ligjit. Sepse nëse ndoshta ju presupozoni që të merret një mas shtesë jashtë ligjit, kjo do të thotë që të shkelim ligjin. Siç është ligji, është menduar nga gjithë parlamentarët, është miratuar, këtu jemi. Po ashtu ka dhe akte të tjera që janë poshtë ligjit, urdhra, udhëzime me radhë, ka dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, të tërë ato zbatohen. Nëse ka çdime gjatë rrugës, të cilat iniciohen nga etja për fitim, dakord? Që norma e fitimit të jetë në qiell nga ana e tregtarit, dhe ne kemi parë që ndodh për ditë, siç është dhe rasti konkret, ose edhe të inspektorit. Rasti konkret, jo, më vjen keq. Mendoni se vazhdoni të qëndroni që inspektorët tuaj janë... Unë vazhdoj të qëndroj faktit që ai që kryen krimin është ai i cili u mor për idiot nga ana juaj, sepse ai nuk e kuptoka që kur tu merr ka ty mostra, ti edhe mund mos presësh. Po cili është qëllimi që ti e lejon të hapi kontenerin tash? Nuk na jep tregtari, ne nuk presim garanci nga tregtari. Dhe ne kemi bërë punën tonë. Ne presim garanci nga shteti. Ty ta bëri hilen tregtari. Okej. Natën. I nxori. Kur shkove ti ishte shumë vonë. Atëre, në vend që të thoni faleminderit dhe si mund të ndihmojmë dhe ne si media të përhapim lajmin në popull që shiko. Kjo është ajo që s'duhet të blini. Na keni goditur pafundësisht. Thash ne jemi policia vëlla. Bashpunoni me ne, mos na bini ne. Ju thoni që le të livadhisi pjesa e krimit, ndërkohë që ne kemi mision t'i bim policisë. Po këtë keni bërë. nuk u tha. Po jo.
E tërë insinuata juaj ishte ndërtuar mbi këtë presupozim. Emrin e administratorit e kanë nxjerrë media, nuk e nxorri AKU-ja. Emrin e firmës e kanë nxjerrë media, nuk e nxorri AKU-ja. Llojin e produktit e nxorrët ju, sigurisht me specifikimin që i dha media. Po si na ndihmuat juve neve, më vjen keq, si na ndihmuat juve neve si me të gjitha media, jo juve. Do të t'jap një ndihmë, mund të t'jap listën e inspektorëve të korruptuar që kanë në Tiranë, kjo do të ndihmonte ndoshta. Jo, nuk jam unë polici brenda AKU-s, po them gjë tjetër. Unë po them gjë tjetër. Juve si media duhet të nëse shqetësoni kaq shumë për shëndetin e popullatës, duhet bashkëpunonit me neve që të bëni çfarë është e mundur brenda mundësive tuaja, sepse jeni informim shumë i madh. Në 5 vjet ka fshetur kemi kërkuar mbi 45 intervista nga AKU-ja për çdo rast që ka pas skandal, lëshera 1.5 që vjen dikush. E vërtet është, po mos e mat me këtë lloj shifre. Në këtë lloj shifre të tëra 100% përcakton edhe shifrat mbi të cilat jo, s'po përcaktoj. Në të tëra këto i është goditur shteti. Nuk është i kërkuar shtetit që vlla si të ndihmoj dhe unë. Po se ju reaguat pasi dolin media. Dakor? Si pasi dolin media. Po ne medias kush ja dha medias? Nuk ja dham ne? Ne ngritëm alarmin. Më vjen keq. Ne e nxorëm atë menjëherë. Kemi dhënë në website-in tonë e tërë me radhë. Dhe pastaj, pse e nxjerrin piranjat si atribut të shkatësisë tyre profesionale, kjo është tjetër gjë. Çështja e interpretimit sa shumë doli ta thoni ju, merrni klikime, good for you. Po problemi është që neve e bëm për klikime, zoti Kole, ju betohen. Ratings në televizor. Po fare më zero. Tu është diskutimi siguria ushqimore. Kush e denoncoi? Nuk e denoncuam ne, do të denoncuar piranjat? Është po të parët po. Është në diskutim siguria ushqimore. Ta thash, e ktheve si Karsheliku. Jo, mos po bëj Karsheliku, po bëj profesionin tim. Nëse e ke dëgjuar, më është një filozof francez që quhet Pierre Joseph Proudhon. Ky Proudhoni njihet si babai i anarkizmit. Dakor? Dhe ky ka bërë një vepër, të quhet ajo do ma dëgjosh ta. Me kënaqësinë më të madhe jam besoj se ata që kanë hall nëse kanë pulur në filozofia e varfërisë. Marx ja ktheu me një vepër tjetër, varfëria e filozofisë. Karshellik kështu. Vjen keq, aty u ndan ta. Atëre, në qoftë se do ta bësh kështu, okay. Po shkojmë as sekundi, jemi një kompani marketingu. Miu ke Rrota Xhilia. Filozofia më lejon t'ju kthej dhe unë që rast me një filozofi komunikimi. Një kompani e famshme reklamash kishte filozofi të veten brutal simplicity. Thjeshtësi brutale. Dhe kundërshtarët e vet atë mënyrë të çuditshme të vepruari e quajnë simple brutality. Thjesht brutalitet. Kështu që kam përshtypjen ndoshta ky është ngërçi në komunikim. Po të njëjtën pyetje po ju bëj juve zoti Voksane për ta mbyllur, ka siguri ushqimore në Shqipëri sot? Më shumë se dje? Unë kam 30 vite që punoj në fushën e bujqësisë dhe më dhimbse se shumë bujqësia. Nuk e them për retorikë, e them sepse ato fermerët atje thyen brit në fusha në fshat dhe padrejtësisht kompromentohet prodhimi i tyre dhe eksportet e tyre si pasojë e çedimit të një sër halltash. Pra, nuk e ka fajin fermeri që blen një produkt të ndaluar në Europë dhe që e gjeni një fitofarmaci bujqësore. E ka fajin strukturat shtetërore që e kanë për detyrë. Nuk e ka fajin fermeri sepse nuk këshillohet për dozën dhe karencën. Nuk e ka fajin fermeri sepse nuk është detyra fermerit të gropos fermeri të eliminoj produktin e kontaminuar që vjen nga Kroacia. E ka ligji, e ka kompania. Fermeri ka për detyrë të ikë natën si ai dut, që ta çojë atje. Nuk e ka fermeri, e ka kompania grumbulluese, e ka AKU-ja, e ka AKVMB-ja, Agjencia e Mjedisit, madje edhe drejtoria e tatim taksave. Pra, më duket se ne, edhe kjo që flasim sot, ne jemi në dy drejtime. Ne duam të mbrojmë konsumatorin, po duhet të mbrojmë edhe fermerin. Se duket sikur fermeri është humsi i madh. Dhe për shembull ti i thua fermerit e kape e përqendon penalisht apo inspektorin që është vrim afunet e kavallit, kur duhet të marrin përgjegjësi gjithë strukturat. Drejt. E them edhe një herë, Ministra e Bujqësisë Dena është përgjegjësi kryesore për mos funksionimin e gjithë strukturave të sigurisë ushqimore. Ja, këto kërkojnë kredo politike, këtu me këto fjali parazitare që janë të thënë stërthën pa asnjë gjë konkrete. Procesin se si duhet bërë, e tham këtu se si është. Ju lutem më lejeni të mendoj i lirë dhe të shprehemi i lirë.
Fakti që unë e kundërshtoj nuk do të thotë që juve s'ju la njëri. Ju më latë mua, unë të lash ju lash juve, kështu është. Kujdes pulën, publicitet.